në momentet e caktuara ndjemi nevojë shumë të madhe për të identifikuar me diçka të shenjtë, sepse kemi shumë të vështirë ta pranojmë që ndoshta nuk kemi këtu për një qëllim të caktuar ose të udhëhequr nga një bashkësi e caktuar morali të drejtash e tjerë me radhë. Dhe nga ana tjetër kemi një indiferentizëm në përditshmërinë tonë kundrejt këtyre gjërave që në fakt mund të jenë shenjta ose mund të jenë më të mëdha se sa kjo rutina jonë e përditshme. Kisha një skic që kishte një fabul të ngjashme me një kryengritje të njerëzve, një grotesk për anën, po them, të shenjtë që njerëzit besoj se kanë tendencë të harrojnë në përditshmërinë e tyre. A mendon që kjo ide e pavarësisë e individualitetit është më tepër një lloj iluzioni dhe ajo e më të ndikuar nga forcat kolektive se sa nga sa ne duam ta pranojmë? Kjo nevoja e njeriu për të individualizuar, për të qenë ndryshe nga gjithë tjerë, nga një anë më duket patjetër në qendër të egos njerëzore, por nga ana tjetër bëhet pak i lodhshëm, qesharak ndoshta diku. Kështu që duhet luaja me diçka të tillë. Ne kemi grupime të cilat bëhen bashkë dhe përpiqen të shpjegojnë. Pastaj kemi disa persona që individualiteti ose ego e tyre ngre krye dhe padyshim që ata duhet të ishin ndryshe ose duhet të ndiheshin ndryshe nga të tjerë. Në të gjithë historinë unë mendoj se institucionet kanë pasur shumë pak ndikim çuditërisht në mënyrën se si njerëzit lidheshin me, po them, të shenjtën ose me atë se çfarë ata konsideronin më të rëndësishme në jetën e tyre.